Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka mbajtur fjalim në ngjarjen e organizuar nga The New School në New York në kuadër të javës së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, me temë mbështetja e qytetarëve të zakonshëm në një krizë ekonomike, çfarë mund të mësojë bota nga Kosova. Kurti theksoi se Kosova është renditur nga Banka Botërore si vendi me pakon më të madhe ndihmëse në rajon, si përqindje e prodhimit të brendshëm, për të përballuar krizën globale të kostës së jetesës dhe energjisë. Ai shpjegoi se qeveria ka stimuluar punësimin, ka rritur kapacitetet prodhuese dhe ka garantuar standard më të mirë jetese për familjet e varfra, fëmijët, të moshuarit dhe studentët. Në bisedën me ulëmtuesit e lartë të The New School, Lil Zamor, u diskutua mbi politikat e Kosovës që e kanë bërë vendin shembull për shtetet e tjera, duke treguar se është e mundur të përballet në krizat pa rritur pabarazit dhe pa cënuar stabilitetin ekonomik. Kurti tha se ndryshe nga qeverisja e kaluar, kabineti i tij ka investuar në shkolla, kopshte, ura dhe rrugë për komunitetet lokale, duke ndarë buxhetin në mënyrë më të barabartë dhe duke krijuar më shumë vende pune. Ai nënvizoi se ulja e pabarazisë sociale ka gjeneruar një rreth virtyti ku shpërndarja më e drejtë e burimeve sjell rritje më të madhe ekonomike që ndahet gjerësisht mes qytetarëve. Është nder për Kosovën të shihet si model për vendet e tjera, por lufta për një shoqëri më të drejtë dhe më të begatë nuk ka përfunduar. Ajo që kemi arritur në këto 4 vite është vetëm fillimi. Në mandatin tonë të ardhshëm, do të thellojmë mbështetjen për qytetarët dhe do të sigurojmë që çdo familje të marrë pjesë në përparimin ekonomik të Kosovës, u shpreh ndër të tjera kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti.